Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm do të lexojmë pjesë nga libri i Daljes, kapitulli 35 deri në 40. Leximin e tekstit do ta bëj Florentina Prekaj nga Klina në Kosovë, ndërsa katekezën do ta jap Kondor Çeka nga Tirana. Nga libri i Daljes, kapitulli 37, rreshtat 1 deri 9. Beseeli e punoi arkën prej drurit të akacies. 2 kut e gjysmë të gjatë, të gjerë 1 kut e gjysmë, të lartë po ashtu 1 kut e gjysmë, e veshi me ari të kulluar, për brenda e për jashta. Për rreth i punoi 1 brez ari. I shkriu për të 4 rrath ari dhe i mbërtheu në 4 këmbët e arkës. 2 rrath në njërin krah e 2 në krahun tjetër. I punoi edhe 2 shtaga prej drurit të akacies, të cilat i veshi me ari, dhe i futi në radhë që janë në krahët e arkës, për ta mbartur arkën. E punoi edhe pajtimorën prej arit të kulluar, të gjatë 2 kut e gjysmë, e të gjerë 1 kut e gjysmë. I punoi edhe 2 kerubin prej arit të rrahur në 2 skajet e pajtimorës, njëri kerubin në njërin skaj, e tjetri në tjetrin skaj. Kerubinet në të 2 anët i punoi 1 copë me pajtimoren. Kerubinet i kishin krahët të shtrirë përmbi dhe e mbronin me krah pajtimoren, me shikim të drejtuar në njëri tjetrin dhe mbi pajtimoren. Dalja, kapitullit 35 deri në 40 shënojnë përfundimin e librit të Daljes. Dalja 37, 1 deri 9 që lexuame, sipas gati të gjithë studiosëve përmend një përmbledhje me gjitha të logjike të krejt librit të Daljes. Aty tregohet se si plotësohet secili qëllimi i Zotit. Gjithçka Zoti thot edhe bëhet. Ky është mësimi i gati krejt shkrimit shenjt. Vullneti i Zotit kryhet gjithmonë, duhet të kërkohet dhe të kryhet gjithmonë. Ndërtimi i tabernakullit është momenti më kulmor në tërë historinë që tregon ky libër i rëndësishëm. Kurse Dalja 40 përfundon me tregimin e shfaqjes së lavdisë së Zotit, që ndodhet në mesin e popullit të vet, i pranishëm në tenden ku ndodhen rastat e beslidhjes, sikurse do ta shohim në pjesën e fundit të takimit të sotshëm Lexo Biblën me ne. Tek Dalja, kapitulli 35 deri në 40, Izraeli përfundimisht fillon të qëndrojë besnik Zotit, ta dëgjojë atë fjalë për fjalë. Dëgjesa e popullit është një farë sfide për Zotin, sepse populli është kryenëç, zabërgurt. Ai tepër vonë kupton se është për të mirën e tij të qëndrojë besnik. Rreshtat 1 dhe 2 të kapitullit 37 që lexuam tregojnë se si arka e beslidhjes është ndërtuar me arë të pastër brenda dhe jashtë. Ari mund të përdoret për mirë dhe për keq. Tek Dalja 32 populli kishte ndërtuar hynin pagane egjiptiane, Apis me arë në formën e viçit, ndërsa këtu pikërisht me arë zbukuron arkën, ku ishin vendosur rasat e beslidhjes. E kemi thënë tashmë, ari është në Bibël simbol i shenjtërisë. Fakti se arka është rrethuar tërësisht me arë tregon se ai është vendi më i shenjtë në botë. Aty ku është prania e Zotit, shenjtëria është e mundshme. Shenjtëria është në praninë e fjalës së tij dhe të beslidhjes. Duke filluar prej librit të ardhshëm të Biblës, librit të numrave, Zoti qëndron vazhdimisht në mesin e popullit të vet. Dhe kështu ky popull bëhet i shenjtë, sepse Zoti është në mesin e tij. Rreshtat 3 deri në 5. Te këto rreshta insistohet në praninë e arit pikërisht. 4 unaza ari vendosen në 4 këmbë të arkës 2 e 2 për të mbajtur drurin e akacies që gjithashtu ishte i veshur me arë. Këto unaza ari, sipas Zanafillat 37:5, do të qëndrojnë vazhdimisht aty. Është ndaluar të hiqen nga arka, do të jenë pjesë e arkës, pjesë e kësaj arkitekture të arkës së takimit. Kjo sepse shërbejnë si shufra që ja mundsojnë njerëzve ta transportojnë arkën. Populli është në lëvizje, në ecje të vazhdueshme. Zoti dëshiron të jetë vazhdimisht pikërisht aty ku ndodhet populli.
Zoti bashkëndan me popullin të gjitha sfidat e udhëtimit. Ky është një element i rëndësishëm i teologjisë së besëridhjes së vjetër, të paktën në një shkollë specifike teologjike që në shkencat biblike quajmë shkolla javiste. Sipas këtyre mendimtarëve të shekullit të 5 para Krishtit, Zoti është afër njeriut dhe i afërt me te, jo diku atje në qiell prej ku krijon e sundon, por i pranishëm me të gjitha sfidat në për cilat ai kalon. Dihet, Zoti është në qiell, Zoti është i gjithëpushtetshëm si do ta shohim më poshtë. Ai është krijuesi, ka gjithçka në dorë, por ky krijues që ka gjithçka në dorë nuk është i lartë, rri afër popullit të vet. Kapaku i arkës ka të njëjta dimensione si vet arka, edhe ky patjetër i bërë prej arit të pastër. 2 kerubin ishin të vendosur aty, edhe ata prej ari, që me krah të veta mbulonin kapakun. Ky kapak, kaporet në hebraisht, duke u nisur nga domethënia e rrënjes së kësaj fjale kapar, që domethën me mbulu, por simbolikisht, kur është fjala për festën e Yom Kipur, që gjithashtu vjen prej asaj rrënje, merr domethënien e mbulimit të mëkateve, të faljes së mëkateve. Zoti ka parasysh mëkatet e popullit, por i mbulon. Kapaku këtu mbulon rasat e takimit. Mund të themi se teologjikisht rasat e takimit janë pengu i faljes së mëkateve të popullit. Zoti, kur i fal mëkatet, u ve kapak atyre. Kerubejt janë engjëj që konsideroheshin së më të afërt ndaj fronit hyjnor. Fjala hebraike karov, prej ku vjen emri kerubin, domethënë pikërisht afër, janë ata që ruajnë fronin hyjnor. Ata do të ruajnë kapakun e arkës gjithë sa herë ajo të spostohet për një vendi në një tjetër. E kemi thënë sa herë në kopshtin e Edenit, Zoti ve pikërisht 2 kerubin që të ruajnë atë. Janë engjëjt që i kanë ndenjur Zotit me besnik. Krejt libri i daljes në sintezë përmbledh 3 tema. Kalon prej temës së daljes, çlirimit, lirisë, kapitujt 1 deri në 18, tek tema e zbulesës, kapitujt 19-34, dhe të përfundimi të banimi i Zotit në mesin e popullit, këto kapituj që kemi në dorë sot, 35 deri në 40. Banimi i Zotit në mesin e popullit është i karakterizuar prej zbulimit të lavdisë së tij në mesin e popullit të vet. Populli ka mundësi ta njohë Zotin më mirë dhe ta pranoj kur ta bëj përvojën në shekina të tij. E kemi shpjeguar fjalën shekina dhe herë tjera, por këtu po theksojmë përsëri. Fjala shekina, shechina në hebraisht, rrjedh nga rrënja hebraike shachan, që do të thotë me banu, me ndej, me zënë vend. Fjala tabernakull që kemi përmend disa herë në hebraisht thirret mishkan dhe rrjedh nga njëjta rrënjë shekina. Mishkan është ndenja e Zotit në praninë e popullit, prania e tij, vendbanimi i tij me të. Vendbanimi i Zotit në mesin e popullit tregon pushtetin e tij se ai është themeli në të cilin mbështetet jeta e popullit. Fjala shekina nuk del në Bibël asnjëherë, por folja shakhan dhe mishkan po. Lavdia e Zotit në Bibël shfaqet në shtyllën e rreve të zjarrit, Dalja 13:22, dhe tek lavdia e Zotit që mbush tabernakullin, Dalja 40:34-35, si do ta shohim më vonë, si edhe tempullin e Salomonit tek libri i parë i mbretërve, kapitulli 8, rreshtat 10 deri në 11. Për mendimtarët hebrej, fjala shekina përdoret si term teknik për të cilësuar praninë e Zotit në botë. Kjo ka rëndësi të madhe sepse njeriu t'i mundsohet marrëdhënia me të. Teologjia e shekina artikulon një nga tensionet themelore të mendimit monoteist. Zoti është absolutisht transcendent dhe njëkohësisht plotësisht i pranishëm. Me fjalën transcendent nënkuptojmë se Zoti i kalon kufijtë e realitetit ku jetojnë njerëzit. Prandaj, prej të qendurit të tij transcendent, del se Zoti është i paarritshëm për njeriu, sepse është shumë i largët prej përvojës së tij dhe prej aftësisë së tij të kuptojë. Dërsa Zoti që vjen në botë banon me njeriu dhe e shoqëron popullin e tij, do të thotë se Zoti është ai i cili zbulon shkrimin shenjtë. Ai, pa e humbur as pak qenien e tij transcendentale, bëhet krejtësisht i afërt me njeriu dhe i afrueshëm prej tij. Kjo nëpërmjet fjalës së tij, por ne në krishtërim e dim se ndodh sidomos nëpërmjet mishrimit të Jezu Krishtit, pranisë së tij në mesin e popullit, predikimit të tij, vdekjes, ringjalljes së tij dhe të dhurimit të Shpirtit Shenjtë, nëpërmjet të cilit Shpirti Shenjtë ne sot kemi të njëjtin raport me Krishtin, që paten edhe ata që jetuan bashkë me të në kohën e tij.
T'japim dy shembuj prej Beslidhjes së re, në të cilët shohim se si autorët më të parë të Krishterë e kanë kuptuar këtë element të zbulimit kristian. Te Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë, versi 14, autori shkruan se fjala u bë njeri, sargs egeneto në greqisht, dhe banoi ndër ne, eskenosen en hemin. Fjala greke skeno, prej nga vjen eskenosen, ka domethënien e foljes hebraike shakan, që kemi shpjeguar më sipër. Jezusi duke u mishruar sipas prologut të Shëngjonit, vjen në botë në mesin tonë dhe pa humbur dinjitetin e vet hyjnor, qëndron me ne pa u larguar asnjëherë. Shekina e Jezusit zbulohet tek mishrimi i tij, te fakti teologjik shumë i rëndësishëm se duke u bërë ai njeri, është bërë pjesë e natyrës njerëzore deri në fundin e kohrave. Edhe zbulesa e Gjonit, kapitulli 21, rreshti 3, flet për banimin e Zotit në mesin e njerëzve dhe përfundimin e kohrave. Do të themi diçka më shumë për eskatologjinë e zbulesës së Gjonit kur të vijë koha, por mjafton të themi këtu shkurt se sipas zbulesës së Gjonit, të gjithë të krishterët do ta gëzojnë praninë e Zotit kur ai të kthej përsëri. Zoti do që të vendosë lavdinë e tij në mesin e popullit të vet. Ai do të banojë gjithmonë me të, nuk e lë vetëm asnjëherë. Nga libri i Daljes, kapitulli 39, rreshtat 27 deri 32. I punuan edhe këmishat e lindja me mjeshtri pëlhure për Aronin e për bijet e tij. Punuan edhe kësulen prej lirit të tjerë dhe stolit për kësula prej lirit të tjerë, edhe të linta prej lirit të tjerë, brezin lirit të tjerë, ngjyrë vjollce, të kuqe e të kuqe të mbyllur, me mjeshtri rrobaçepsi, sikurse i kishte urdhëruar Zoti Mojsiut. E punuan edhe paftën, kezën e shugurimit prej arit krejt të pastër. Shkruan në të me mjeshtri të gdhencit, i shuguruar Zotit, dhe shtrënguan përmbi në kësul me shërit ngjyrë vjollce, sikurse Zoti i kishte urdhëruar Mojsiut. Kështu u kryen të gjitha punimet e banesës dhe të tendës së takimit. Bijet e Izraelit kryen gjithçka sikurse Zoti i kishte urdhëruar Mojsiut, bën pikërisht ashtu. Dalja kapitulli 39, rreshtat 27-32 shpjegojnë si duhet të jenë teshat e Aronit dhe bijve të tij në përfundimin e punimeve të tabernakullit. Teshat e priftrime duhet të jenë prej linit cilësor të turbaneve, që janë kësulat të veçanta që vendosin në krye dhe tyrbe thirrë ndryshe, edhe mbulesa e kokës duhet të jetë prej linit të mirë dhe të hollë. Lini i hollë ndoshta ka domethënien e një gjëje të pastër ose edhe të shenjtë, sidoqoftë ka domethënien e diçkaje të dej për kultin hyjnor. Struktura e përshkrimit të librit të Daljes 39-27-39 pasqyron një rend të caktuar dhe të qëllimshëm. Çdo element i veshjes përmendet në një mënyrë të organizuar, duke nënvizuar karakterin rregull dhe të disiplinuar të kultit të Izraelit. Kjo renditje nuk është aksidentale, por reflekton një teologji të rendit, ku hyji i Izraelit paraqitet si një hyj i rregullt dhe jo kaotik. Në këtë kuptim, prodhimi i rrobave bëhet pjesë integrale e dëgjesës që Zoti i bën njeriu, sidomos atëherë kur duhet të kushtojë kultin hyjnor. Një element kyç në këtë fragment është përsëritja e formulës së që ka ardhëruar Zoti Mojsiut, që e gjejmë tek 39, 31, 32 të librit të Daljes. Kjo formulë funksionon si një refren teologjik që përforcon autoritetin hyjnor të çdo veprimi të ndërmarrë nga bashkësia. Në aspektin egzegetik, kjo frazë shërben si një tregues redaksional që lidh këtë pjesë me përshkrimet e mëparshme të librit të Daljes, ku urdhrimet jepen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga hyji. Kapitulli 39 paraqet realizimin konkret të atyre urdhrimeve, duke krijuar një strukturë urdhër-zbatim që është karakteristike për librin e Daljes që e kemi lexuar disa herë. E kemi thënë edhe tek pjesa më sipërme, gjithçka Zoti bën, edhe zbatohet. Në domethënien teologjike, ky tregim thekson rëndësinë e bindjes së plotë ndaj vullnetit të Zotit. Nuk ka vend për improvizim apo devijim. Çdo detaj është i përcaktuar dhe i zbatuar me përpikmëri.
Kjo sugjeron një koncept të shenjtërisë që është objektiv dhe i rregulluar nga jashtë, nëpërmjet urdhrit hyjnor dhe jo subjektiv apo spontan. Shenjtëria në këtë kuptim nuk është thjesht një gjendje e brendshme, por një realitet që shfaqet nëpërmjet praktikave konkrete dhe mirë të vendosura në liturgji. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është dimensioni komunitar. Edhe pse rrobat janë për priftrinjt, prodhimi i tyre është një akt kolektiv i popullit. Kjo nënkupton se shërbimi liturgjik nuk është i izoluar nga bashkësia, por është i rrënjosur në bashkësi. Priftrinjt përfaqësojnë popullin përpara hyjit, por njëkohësisht janë të varur nga populli për përgatitjen e mjeteve të shërbimit të tyre. Kjo krijon një varësi që ka implikime të rëndësishme ekleziologjike në leximet sidomos të Beslidhjes së Re. Priftrinjt e Beslidhjes së Re, veprimtaria priftrore në Beslidhjen e Re, kjo do ta shpjegojë qartë letra hebrejve, është për shërbimin e popullit. Rreshti 32 thekson se u krye e gjithë puna e tabernakullit të tendës së takimit. Përfundimi nuk është thjesht një tregim kësaj narrativ, por ka një domethënie teologjike që i përngjan përfundimit të krijimit tek Zanafilla kapitulli 2, ku hyi përfundon se krijori qiellin e tokën. Ky paralelizëm sugjeron se ndërtimi i tabernakullit është një akt i ri krijimi, ku hapësira e shenjtë bëhet një kosmos i vogël i rendit hyjnor. Në këtë kuptim, tabernakulli nuk është vetëm një vend adhurimi, por është simbol i pranisë së Zotit në mesin e popullit të tij. Nëse tek përfundimi i kapitullit parë dhe 2 të Zanafillës Zoti kishte si vend të shenjtë krejt rruzullimin, tani me ndërtimin e tabernakullit vendi i shenjtë përqendrohet në këtë vend të vetëm, ku ndodhet rasa e takimit. Tash e mrapa nuk janë të gjitha vendet e botës njësoj. Jo të gjitha vendet e botës ruajnë të njëjtën shenjtëri. Ndryshe është vendi ku banon Zoti, dhe ndryshe është vendi ku nuk banon Zoti. Kjo nënkupton patjetër se në botë ka edhe vende ku Zoti refuzon të banojë. Nga libri i Daljes, kapitulli 40, rreshta 34 deri 38. Atëherë Reja e mbuloi tendën e takimit, dhe lavdia e Zotit e mbushi banesen. Mojsiu nuk mundi të hyjë në tendën e takimit, për shkak të resë që rrinte mbi të dhe të lavdisë së Zotit që e kishte mbushur banesen. Gjatë krejt kohës së shtektimit, kurdo që Reja ngritej prej banesës, izraelitët çonin. E nëse Reja nuk qohej, izraelitët nuk merrnin udhëtim, deri atë ditë kur ngritej Reja prej banesës. Gjatë krejt kohës së shtektimit të tyre, Reja e Zotit ditën e mbulonte banesen, kurse natën dukej në të zjarri që shihte mbar shtëpia e Izraelit. Si përfundim të leximit të kapitullit 39 të librit të Daljes, mund të themi se na ofrohet një pasqyrë e mirë e teologjisë së shenjtërisë, se çfarë do të thotë të qëndrosh besnik Zotit dhe rendit liturgjik hyjnor. Përmes përshkrimeve të detajuara të rrobave dhe përfundimit të punimeve të tabernakullit, teksti thekson se marrëdhënia midis Zotit dhe popullit të Izraelit ndërtohet mbi bazën e një bindje të saktë dhe të përpikt ndaj urdhrit hyjnor. Shenjtëria në këtë kontekst është një realitet i mishëruar në materiale, në struktura dhe në praktika hyjnore që synojnë të pasqyrojnë dhe të ruajnë praninë e Zotit në mesin e bashkësisë. Tani te kapitulli 40 përfundohet libri i Daljes. Edhe ky kapitull 40 ka një strukturë liturgjike. Rreshti 34 fillon me 2 fjali paralele, thotë se Reja e mbuloi tendën e takimit dhe se lavdia e Zotit e mbushi banesen ose tabernakullin. Gjejmë këtu një paralelizëm sinonimik, por që do ta shpjegojmë në të ardhmen. Gjithsesi me pak fjalë, Reja dhe lavdia këtu vendosen si sinonime në këto 2 fjali paralele, dhe të dyja, Reja dhe lavdia, janë 2 karakteristikat e Zotit. Reja është forma e jashtme, kurse lavdia, chavod në hebraisht, përshkruan esencën e Zotit në brendin e tij. Ne tashmë kemi takuar Ren disa herë gjatë tregimit. Tek libri Daljes 13:21-22 kemi parë kolonën e Res që i prin popullit. Edhe në Sinai, Dalja 19, 9, 16, 24, 15, 18, kemi gjetur Ren që shënon praninë e Zotit, si dhe ndërmjetësimin nëpërmjet Res tek libri Daljes kapitulli 33, 9-10,
Zoti ka qenë gjithmonë i pranishëm në mesin e popullit edhe në kohën e përparshme. Kjo re mbushi tabernakullin. Zoti është i pranishëm me tërë qenien e tij, me tërë pushtetin e tij. Izraeli nuk i beson një hynie të dobët, por Zotit të fortë, që me praninë e vet siguron njeriun, e mbështet atë. Zoti është Zot i fortë, Zot i reve, Deus potens, thonin teologët mesjetar, si për shembull Shën Agustini, Shën Anselmi, Shën Tom Aquini e tjerë. Te Kreshti 35 lexojmë diçka të papritur. Mojsiu nuk mundi të hyjë në tendën e takimit për shkak të res që rrinte mbi të dhe të lavdisë së Zotit që e kishte mbushur banesen. Ai që kishte qenë ndërmjetësi i privilegjuar, ai që ishte ngjit disa herë në majët e malit, ai që kishte folur me Zotin fytyrë për fytyrë si njeri me mikun e tij, thot libri i Daljes kapitulli 33, rreshti 11, tani nuk mund të hyjë. Arsyeja, sepse ishte një re që rrinte mbi të dhe lavdinë e Zotit dhe kishte mbushur banesen. Te Zoti nuk mund të hyjë do kushdo kur do të duaj, por vetëm kur është koha dhe në forma liturgjike të përcaktuara. Walter Brueggemann, ky studiues i peslibershit që kemi cituar disa herë në të kaluarën, ka theksuar se Zoti ja ndalon Mojsiut të hyjë me qëllim që asnjë njeri të mos mendoj, pra as Mojsiu, se mund ta përvetësoj Zotin. Asnjë njeri nuk e ka Zotin në kontroll të vetin. As Mojsiu, as priftat, askush s'mund ta privatizojë ndërthojza praninë e Zotit, pushtetin e tij. Thoshte Brueggemann se njeriu nuk ka tagër, por e merr si dhuratë dashurinë dhe mirësinë e Zotit për të. Vetëm fal mirësisë së Zotit mund t'i afrohet pushtetit të tij. Është hera e dytë që Zoti i vendos Mojsiut kufij. Të parën herë lexojmë tek libri i Daljes, kapitulli 33, rreshti 20, kur i thotë se ti nuk do të mund ta shohësh fytyrën time, sepse njeriu nuk mund të më shohë mua dhe të mbetet në jetë. Lo tukal lirot el panaj. Ti asesi nuk do të mund ta shohësh fytyrën time. Trascendenca hynore mbron vetveten, duke e mbajtur largësinë themelore, edhe kur afërsia është maksimale. Si atëherë, ashtu dhe tash, Mojsiu nuk do të mund të afrohet pa arsye tek prania e Zotit. Askush nuk mund t'i afrohet Zotit pa arsye, sidomos nëse nuk i plotson disa kushte themelore. E kushti themelor që njeriu duhet të mbajë për t'u afruar Zotin është t'i qëndroj besnik beslidhjes, të ruaj fen dhe besnikrin ndaj atij që e ka shpëtuar. Jemi në kapitujt e fundit të librit të Daljes, i cili sikurse e pam është një udhtim i madh, një pasazh i madh, një pashke e madhe. Ai na flet për lindjen e një populli. Dhe kjo lindje është e lidhur me lirinë e tij, e cila është e lidhur me dhuratën e madhe të ligjit. Pasi nuk ka liri pa rregulla, nuk ka liri pa ligj. Ajo liri për të cilën po flasim është funksionale për një aktivitet tjetër, përkatësisht shërbimin dhe konkretisht shërbimin ndaj Zotit. Ato çlirohen nga skllavëria e tyre për të qenë në gjendje të shërbejnë lirisht Zotit të tyre, Zotit që i çliroi. Nuk i shërbejnë më faraonit, por Zotit. Pra ky pasazh, kjo pashke madhe, është kalimi jo nga skllavëria në një liri pa kufi dhe pa orientim, por nga skllavëria në shërbim. Shërbim ndaj Zotit, por edhe shërbim ndaj vetë popullit të Izraelit. Kjo mund të ndihmojë edhe ne si të krishterë që të lexojmë shumë faqe të beslidhjes së re dhe të meditojmë dhe rëndësinë që Jezusi i jep mesazhit të shërbimit, pikërisht natën kur ai shkon të përballet me kremtimin e mishëruar të Pashkës së tij, kur ai shkon të jetë qengji i therrur. Pra fakti që ai niset të shërbej vëllezërve dhe motrave të tij dhe tregon shërbimin si model të ligjit të tij, edhe miqtë e tij duhet bëjmë pikërisht atë që bëri ai. Të gjithë duhet i shërbejmë njëri tjetrit ashtu siç bëri ai. Tenda e beslidhjes. Kemi një përfundim disi të çuditshëm të librit. Libri i Daljes nuk mbaron me fundin e peligrinazhit në shkretë të tir, po mbaron me një ngjarje të jashtëzakonshme, themelore. Hyj, më në fund merr në zotrim tabernakullin e tij, tendën e tij.
A mbani mend si fillon ungjilli i Gjonit? Po lexoj, Gjoni 1:14. E fjala u bë njeri e banoi ndër ne. Pra bëri banesën e tij, ose fjalë për fjalë, vendosi tendën, tabernakullin e tij. Krahaso me tabernakullin ose tendën e takimit që ishte vendi i pranisë së Zotit mes popullit të tij, Dalja, kapitulli 25, vargjet 8 dhe 9. Fjala e mëshiruar është mënyra e re e pranisë së Zotit mes popullit të tij. Folja greke ka të njëjtat bashkëtingëllore si fjala aramaike për praninë e Zotit, shekina. Manifestimi i dukshëm i Zotit, i madhërisë dhe fuqisë së tij, që dikur mbushi tabernakullin, Dalja 40:34, dhe tempullin, librin e parë të mbretërve, kapitulli 8, vargjet 10, 11 dhe 27. Tani është i përqendruar te Jezusi. Ja, kjo ngritje e tendës midis nesh, midis popullit të tij, është kulmi i librit të Daljes. Pra ndërsa Zanafilla filloi me Perëndin që ndërtoi tempullin e tij, e ky tempull ishte krijimi dhe vetë krijimi u shënua nga një kremtim liturgjik në të cilin më pas Perëndia pushoi në fund. Si, duke marrë në zotërim gjithë universin, si tempullin e tij, ku njeriu u thirr më pas në shërbimin e tij. Tani ky dimension, le ta quajmë të përjetshëm, universal dhe transcendental, bëhet një ngjarje në realitet, në jetën e përditshme, në historinë njerëzore. Do me thonë, vetë Perëndia ngre një tendë midis tendave, vendoset midis popullit të tij dhe bën këtë në një mënyrë solemne. Në këtë moment po ndaj një detaj personal. Kur kam lexuar librin e Daljes për herë të parë në vitin 2013, kjo pjesë më ka çuditur, dhe pse jo bezdisur shumë. Thoja atëherë, çfarë kuptimi kanë gjithë këto detaje dhe zgjatje për mua të kota. Ndaj e falenderoj Provanin që bëri të përgatis këtë katekezë. Tani pa dashur të ndalem në qëllimet e redaktimit priftëror në të gjithë Pentatekun dhe rrënjën historike të këtyre ngjarjeve, do doja të evidentoja se tabernakulli paraprin tempullin, që jep kuptim identitetit të Izraelit si popull. Ky popull vihet në shërbim të hyjit që jo vetëm e krijoi Izraelin, që e thiri Abrahamin, por që e bëri dhe të lirë dhe i dha vullën e lirisë, pra ligjin. Dhe motoja nga skllavëria në shërbim është bërë themelore edhe për ndërgjegjen e krishterë, duke ofruar koordinata thelbësore simbolike dhe tematike në teologjinë e krishterë. Tani të ndjekim rrjedhën teologjike të pjesës që po trajtojmë. Kemi të bëjmë me atë që në gjuhën hebraike quhet Shekina, banimi i lavdisë së hyjit. Dalja 20:34. Atëherë reja e mbuloi tendën e takimit dhe lavdia e Zotit e mbushi banesën. Nuk bëhet fjalë për thelbin e hyjit, por praninë e tij të dukshme dhe vepruese. Tabernakulli, tenda lëvizse, është vendi ku Shekina zbret. Hyjit transcendent bëhet edhe i pranishëm në histori apo imanent. Por në teologjinë e krishterë tabernakulli është vetëm një hap, pasi kulmi është mishërimi, ku hyji jo vetëm banon në një tendë, por bëhet njeri. Pa nëse shkojmë përtej tekstit që po trajtojmë, rrjedha teologjike është kjo. Tabernakulli, Dalja 35-40, tempulli në Jeruzalem, Jezu Krishti, pra fjala u bë mish, kisha si trupi mistik i Krishtit dhe zemra e besimtarit si tempull i shpirtit të shenjtë. Po si ndërtohet ky tabernakull? Vargu 35:5 thot: ndani prej pasurisë tuaj ndihmesa për Zotin. Çdo zemër mirë e bujar le ta kushtojë vullnetarisht ndihmën e vet në nder të Zotit. 35:21. Atëherë secili që ishte bujar në zemër dhe që e nxiste shpirti,
erdhi e solli me vullnetin e vet ndimesën në nder të Zotit për të punuar tendën e takimit, dhe gjithçka është e domosdoshme për kult e për petka të shenjta. 35:29. Të gjithë izraelitët, burra e gra me zemër bujare, sollën ndimes për t'i kryer ato vepra që Zoti kishte urdhëruar nëpër Mojsion. I sollën këto porosi ndimes vullnetare në nder të Zotit. Kapitulli 35, vargjet 30 deri në kapitullin 35, vargu i 5. Pastaj Mojsiu u tha bijve të Izraelit: Shikoni, Zoti e ka thirrur me emër Beselelin, birin e Uriut, të birit të Hurit, të fisit të Judës, dhe e ka mbushur me shpirtin e hyjit, e pajisi me shkallësi, dije aftësi për çdo veprimtari, të se ndërtoj gjithçka mund të punohet me arë, me argjend e me bronz, t'i pres margaritarët e t'i vendoj të gdhend në dru, gjithçka i përket mjeshtrisë së farkëtarisë e të gdhendjes. Po këti dhe Oliabit, të birit të Ahisameut, të fisit Dan, u dha dhe aftësinë t'i mësojnë dhe të tjerët. I pajisi të dy me aftësi për të kryer me mjeshtri çdo punë të gdhendjes, të prestarisë, të qendisjes e të vekkëtarisë, të plurave të ngjyrës vjollc, të kuqe e të kuqe të mbyllur e të lirit të tjerë. Janë të Zotët të kryen çdo punë e të se ndërtojnë të reja. Beseleli dhe Oliabi dhe të gjithë mjeshtrit, të cilët Zoti kishte pajisur me dije aftësi që t'i kryen me mjeshtri të gjitha punimet e nevojshme për ndërtimin e shenjtërores, i kryen të gjitha siç kishte urdhëruar Zoti. Andaj të gjithë mjeshtrit që ndërtonin shenjtëroren, secili nga puna që ishte në krye, erdhën te Mojsiu dhe i thanë: Populli po bie më shumë se lypet për punën që Zoti urdhëroi të bëhet. Ndërsa shpreha sikur Zoti kishte urdhëruar Mojsiut përdoret rreth 20 herë. Populli dhe Mojsiu veprojnë pikërisht sipas urdhrit të hyjit. Asgjë nuk improvizohet. Tabernakulli baras me një krijim të ri. Shenjtëria vjen nga bindja ndaj hyjit, jo vetëm nga qëllimi i mirë, por nga besnikëria konkrete. Kjo shprehje nuk është thjesht një përsëritje stilistike. Ajo është një refren teologjik, një theks mbi bindjen, rendin dhe besnikërinë, një mënyrë për të treguar që tabernakulli është vepër hyjnore përmes duarve të njerëzve. Kapitulli 40 është momenti liturgjik kulmor. Nuk është më ndërtim, por vendosje në funksion, shugurim i shenjtërores. Prandaj formula, sikur Zoti i kishte urdhëruar Mojsiut, përsëritet modendur, për të vullosur se çdo hap i ritit po kryhet saktësisht sipas urdhrit hyjnor. Katekizmi i Kishës Katolike e përkthen këtë në parim të përgjithshëm. Liturgjia nuk është spontane në thelb, as produkt krijimtarie individuale, por dhuratë e marrë që duhet zbatuar me besnikëri. E gjitha kjo na mëson dhe edukon në rrafshin personal se hyji banon aty ku njeriu i përgjigjet me besnikëri të plotë, ndërsa në nivelin liturgjik, besnikëria ndaj formës nuk është formalizëm, është hapësira ku vepron hyji. Tabernakulli nuk është vetëm historik, është simbolik dhe profetik. Ai lidhet me Krishtin, kishën dhe sfundmi me shpirtin e besimtarit. Ndërtimi i tij baras bashkëpunim i njeriut me hyjin, ndërsa bukuria jashtme pasqyron bukurinë e brendshme shpirtërore. Bashkëpunimi i njeriut me hirin hyjnor. Në Dalja 35, populli jep vullnetarisht. Artizanët punojnë me dhunti të marra nga hyji. Katekizmi e përdor këtë për të shpjeguar bashkëpunimin mes hirit dhe lirisë njerëzore. Hyji jep planin dhe hirin. Njeriu përgjigjet me bujari, talent dhe punë. Ky është një model për jetën shpirtërore, jetën në kishë dhe në shërbim. Gjithashtu katekizmi thekson edhe rolin e bukurisë në adhurim.
tabernakulli në daljen 35 dhe 40 është i bukur, i pasur me detaje artistike, i punuar me mjeshtëri. Bukuria i shërben së vërtetës dhe adhurimit. Arti nuk është thjesht dekor, është pjesë e zbulesës. Prandaj, arti sakral, arkitektura e kishave, ikonografia, janë vazhdim i kësaj tradite. Nga tabernakulli del ideja që disa vende janë të ndarë posaçërisht për hyrjen. Katekizmi e zhvillon këtë edhe në kishë, si vend i shenjtë apo altarin, tabernakullin ku ruhet Eukaristia. Ndërsa arka është objekti më i shenjtë, vendi ku vendosen pllakat e ligjit. Mbi të qëndron froni i hyjit, kapaku me kerubin. Arka është vendi ku hyji banon në mes të popullit. Nuk është thjesht një simbol, është vend i takimit real. Në teologjinë e krishterë, kjo përmbushet në Jezu Krishtin dhe në mënyrë të veçantë në Eukaristi. Brenda arkës së daljes qëndron ligji, ndërsa në Krishtin është fjala e gjallë. Pra arka mban fjalën e shkruar, kurse Krishtin është fjala e mishëruar. Por kisha ka parë në arkën edhe figurën e Virgjës Mari. Arka mbante praninë e hyjit. Maria mbajti në bark birin e hyjit, prandaj dhe quhet shpesh arka e beslidhjes së re. Por arka është gjithashtu dhe figurë e kishës. Ashtu si arka ruan praninë e hyjit, kisha ruan dhe shpall Krishtin. Dalja 39. Petkat e priftërimve dhe keza shenja e shugurimit. Petkat janë të punuara me kujdes dhe bukuri, të mbushura me simbolik, plot ngjyra dhe me element të arit. Sipas teologjisë së krishterë, këto simbolizojnë dinjitetin e shërbimit liturgjik. Petkat tregojnë që adhurimi nuk është i zakonshëm, është i shenjtë dhe i ndarë nga aktivitetet e tjera. Gjithashtu, figura e priftit të librit të daljes është parashëmbëtyr e priftërisë së Krishtit. Prifti i beslidhjes së vjetër përmbushet në Jezu Krishtin si krye prifti vërtet. Po ashtu kemi në librin e daljes edhe priftin si përfaqësues i popullit. 12 gurët në krahëror përfaqësonin në 12 fiset e Izraelit, të cilët prifti i mbante dhe i paraqiste para hyjit. Aroni, thot dalja 28:29, do t'i mbaj emrat mbi zemrën e tij para Zotit. Ky kuptim thellohet edhe në teologjinë e krishterë, ku prifti përfaqëson gjithë popullin në mesh. Prifti vepron në personin e Krishtit dhe në emër të kishës. Por dhe ne si laik, të cilët kemi priftërim pakzimore, mund gjejmë simbolikën tonë në këto petka të bukura. Mund të shohim veten të veshur me hir, drejtësi dhe shenjtëri. Në tekstin biblik të priftërinjt vajosen me vaj të shenjtë. Ky akt quhet shugurim. Nuk është thjesht simbolik, është një akt që i ndan për hyrjen, i bën pjesë të një shërbimi të shenjtë. Pra, kuptimi kryesor është vajosja, shenja e dukshme e një realiteti të padukshëm, që tregon se prifti nuk është më si gjithë të tjerët. Ai është i zgjedhuri, i shiguruari, i vendosur për shërbim. Ky është kuptimi i shugurimit, përkatësi totale ndaj hyjit. Edhe pse përshkrimi i vajosjes është më i detajuar në kapitujt e mëparshëm, dalja 29 dhe 30, në 35 dhe 40 kemi realizimin konkret. Vajoset tabernakulli, vajosen objektet, vajosen priftërinjt. Kuptimi është pra që gjithçka që lidhet me hyrjen shugurohet, shenjtërohet, mbushet me praninë e tij. Në teologjinë e krishterë, vaji është simbol i shpirtit shenjtë. Sikurse vaji depërton dhe përhapet, ashtu vepron shpirti. Në shugurim nuk është vetëm vaj fizik, por është shenjë e dhënies së shpirtit shenjtë. Në dalja 40, reja mbulon tabernakullin. Lavdia e hyjit e mbush atë, dhe ajo udhëheq popullin gjatë gjithë udhëtimit. Por kisha thellohet më shumë dhe shikon në atë që ishte materiale dhe dukshme në dalje,
bëhet shpirtërore dhe e përmbushur në Krishtin dhe kishën në beslidhjen e re. Ashtu si kur reja është pranim misterioze e hyjt, zbulon dhe njëkohësisht fshe, sikurse shpirti nuk shihet drejt për drejt, por vepron. Edhe në jetën e kishës është hyj që udhëheq shpirti i shenjtë i tij, gjithashtu dhe jetën personale të çdo besimtari. Duke pranuar që këto kapituj të librit të Daljes më kanë prekur dhe vërtet më kanë frymëzuar, po e mbyll me një lutje. O Zot, pranoje këtë lutje nga i vajosuri jot në pakzim dhe krezmim. Bëj që të jem për herë i veshur me hir, virtyt dhe shenjtëri, që me petka të bukura të marr pjesë në meshën e shenjtë. Bëj o Zot që të kuptoj se çdo detaj dhe rënd është hynor në liturgjinë e shenjtë dhe i themeluar nga ty. Bëj o Zot që krejt shenja ime të bëhet një tabernakull për Trininë e shenjtë dhe të mbushet me praninë tënde të lavdishme. Bëj o Zot që me bujari të udhuroj për mbretërinë tënde, gjithçka që ti vetë ma ke dhuruar, duke u vënë lirisht në shërbimin tënd dhe të kishës dhe duke bashkëpunuar me hirin tënd plotësisht. Amen. Në takimin e ardhshëm fillojmë me leximin e librit të Levitikut, do të konsiderojmë 9 kapitujt e parë të tij, kapitujt 1 deri 9. Lexoni të shtëpia se do ta kuptoni më mirë dhe si gjithmonë ju urojmë bekimet e Zotit dhe falenderojmë për vëmendjen tuaj.